Të kujtohet herën e parë kur ne bëm në laborator aspirinën. Po. Çka kënaqësie ishte. Pjesa e laboratoreve ne kemi filluar vit 3. Deri në atë moment na dukej vit parë, vit dytë na dukej sikur bënim gjimnaz. Nuk e dinim çfarë po bënim. Në vit 3 kemi filluar me laboratoret. Ishte pjesa më e bukur që ne bënim dhe mua më shijonte pafund. Ishin orare të zgjatura, 5 orë, 4 orë pjesa e laboratorit, por na shijonte sepse ndjenim veten realisht, gjëra bazike ishin, por ne ndjenim veten realisht si profesionista. Unë kujtohet kur kemi bërë aspirinën për herë të parë dhe kur bëm sapunin, pastaj etj. Dola nga universiteti dhe kam marrë në telefon prindrit që shikova për herë të parë, bëm aspirinën, bëm këtë. Më pas shkova në atë periudhë jetoja me shok në shtëpi dhe nga kënaqësia e madhe ju tregoja që çka kemi bërë. Ju tregoja me detaje që bëm këtë punë, pastaj pritëm kaq, pastaj u formua kjo. Ka qenë shumë e bukur. Ata kemi shijuar. E kemi shijuar shumë. Ishte edhe po themi momenti që aty veshëm përparset e bardha dhe ndiheshim realisht. Po, madje edhe te kafja poshtë ndonjëherë zbresim me përparse, dukeshim që ishin farmacistë.